Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh, kur dielli të humbë shkëlqimin. Allahu i lartësuar në asnjë pamje të ditës së gjykimit, ditën në të cilën çdo kush do të shohë se çfarë ka bërë në dynja, mirë apo keq. Atë ditë, njeriu do të mësoj plotësisht se çfarë e pret, dënimi apo shpërbimi. Kur dielli të jetë mbështjell dhe yjet të kenë rënë, dielli do të mbështjellet dhe do të shuhet. Po kështu, edhe hëna do të shuhet dhe të dy, bashkë me diellin, do të hidhen në xhenem. Edhe yjet do të ndryshojnë dhe do të shkëputen nga vendi i tyre. Çdo trup qiellor do të shkatërohet dhe qielli do të ndryshojë tërësisht. Dhe kur yjet rrëzohen erësohen. O tefsiru surejet të kuir ajeti, dhe kur malet të lëvizin. Kur malet të zhduken, toka, me gjithë shka që përmban, do të pësoj një tronditje të tmeshme. Malet do të shpërbën e copëtuan, pastaj do të rënohen e bëhen si leshi tjerur, pastaj do të bëhen pluhur dhe do të zhduken fare. Dhe kur devet mbarës të mbeten pa çobante pa kujdes. Kur devet e shtrenjta të braktisen. Njerëzit do të harrojnë çdo lloj pasurie, sado e madhe dhe e vyer qoftë ajo, sepse tmerri i kiametit është shumë i madh. Allahu i lartësuar përmend në veçantë devet e shtrenjta se një nga pasuritë më të çmuara për arabët, për të nënkuptuara dhe llojet e tjera. Dhe kur shtazet e egrat të tubohen. Dhe egërsirat të tubohen, ditën e gjykimit, edhe egërsirat do të grumbullohen bashkë, që Allahu i lartësuar të vendos mes tyre drejtësinë, duke ndishkuar me të njëjtën mënyrë ato që pa drejtësish kanë dëmtuar të tjera. Atë ditë, krijesat do të shohin drejtsinë e plotë të përpushteshmit. Çdo padrejtësi do të ndeshkohet dhe drejtësia do të vihet në vend. Për shembull, asaj dileje që nuk ka pasur brirë do t'i jepën brirë dhe do t'i mundësohet që të hap merret ndaj asaj kafshë që në jetën e dynjas e ka goditur me brirë. Pasi të vendosë drejtësia, kafshëve do t'u thuhet, bëhuni dhe. Dhe ashtu do të bëhen. Dhe kur devet vlojnë. Kur detet e vlojnë, detet do të ndizen. Me gjithë matësinë dhe gjersinë e tyre, ata do të digjen si një zjarr gjikant. Dhe kur shpirtrat bashkohen me trupëra. Dhe shpirtrat të bashkohen, njerëzit do të grumbullohen bashkë, në varësi të veprave që kanë punuar në dynja, të mirët me të mirët dhe të ligjit me të ligj. Besimdrejtët do të martohen me hyrit si me dha, ndërsa mohuesit e të madhruarit do të bashkohen me shejtanët me të shëntuar. Kjo e ngjan shumë ajetit, ku i madhruari thot, jo besimtarët do të sillen në xhenem tuma. Kur mbërin atje, dyert e tij hapen dhe rojat e tij do të thonë, a nuk ju erdhën të dërguar nga mesi juaj, që t'ju apërcillnin shpaljet e Zotit tuaj dhe t'ju paralajmëronin për takimin tuaj në këtë ditë. Pikërisht ditë se ata do thonë, po, patën ardhur. Por vendimi për dënimin e jo besimtarëve tashmë është bërë realitet. Atyre do t'u thuhet, hyni në dyert e xhenemit. Aty do të jeni përgjithmonë. Eja, sa vendbanimi i keq është ai për kryeneqët. Elzumer 71-72. Ndërsa për të mirët, i madhruari thotë, kurse ata që kanë qenë të devotshëm ndaj Zotit të tyre, do sillen në xhenet grupe. Kur të arrin ati dhe dyert e tij të hapen, rojat e tij do të thonë, selamun aleikum, paqja qoftë mbi ju. Të mira ishin veprat tuaja. Hyni në te. Aty do të banoni përgjithmonë. Elzumer 73. Dhe kur vajza e varrosur për sexhalli, do të pyetet. Kur vajzat e varrosura për sexhalli, të pyeten për çfarë gjinahu ato janë mbytur, kështu vepronin jo besimtarët në kohën e ignorancës para islamike. Ata i varrosnin vajzat të gjalla, pa asnjë shkake, thjesht nga frika e varfërisë. Por ditën e gjykimit, vajzat e varrosura për sexhalli do të pyeten për çfarë gjinohu varroset ju? Është e ditur që ato nuk ishin kurfar gjinohu, por kjo kujtesë është një kërcënim i ashpër dhe poshtërim për ata që e kanë kryer një vepër kaq të shëmtuar. Për çfarë faji është mbytur? O tefsiru surejet të kuir ajetete. Dhe kur të shpërndahen listat librat e veprave të njerëzve. Kur fletët të jenë shpërndarë dhe qielli të zhvishet, fletët në të cilat janë shkruar me besnikëri dhe përpikuri veprat e robërve, të mirat dhe të këqijat e tyre, atë ditë do t'u shpërndahen të zotëve të tyre. Fatbardhët do t'i marrin fletët e shënimeve të tyre nga e djatha, ndërsa të mjerët do t'i marrin ato nga e majta ose pas shpine. Atë ditë, qielli do të çahet dhe do të hiqet nga vendi, sikurse thot i lartësuari, ditën kur qielli do të çahet nga rrethë dhe melekët do të zbrisin ra. Atë ditë, sondimi i vërtetë i takon krejtësisht të gjithë mëshirshmit. Për jo besimtarët, ajo do të jetë një ditë e vështirë. Atë ditë, keqbërësi do të kafshoj duart e veta dhe do të thotë, "Oh, i mirë unë." Sikur të kisha ndjekur unë e drejtë së bashku me profetin. Furkan 25-27. Ose, atë ditë, ne e palosim qiellin, siç palosën fletët e një libri. Ashtu siç e filluam krijimin, ashtu e rikthejmë atë. Ky është premtimi ynë dhe ne do ta përmbushim atë. Enbiya 104. Dhe kur qielli zhvendoset. O tefsiru surejet të kuir ajet 10. Dhe kur të flakëroj sktera.
Kur xhehenemi të jetë flakëruar dhe xheneti të jetë afruar, atë ditë xhehenemi do të flakërojë dhe ndizet si asnjëherë tjetër. Ai do të jetë i zemëruar ndaj mohusëve të Zotit, ndërsa xheneti do të afrohet me plot e mira për të devotshmit. Kjo do të jetë dita e gëzimit dhe lumturisë që nuk do të kenë fund, ose dita e trishtimit, dhimbjes dhe dëshpërimit, që gjithashtu nuk do të kenë kur fund. Dhe kur të afrohet xheneti. U tefsiru suret të kuir ajet 12. Çdo kush do të di për veprat që ka përgatitur. Atëherë, njeriu do ta shohë se çfarë ka përgatitur. Çdo shpirt do të shohë se çfarë ka bërë, pa përjashtim. Çdo vepër që ka bërë në dynja do ta gjejë pranë vetes dhe do të përgjigjet për të. Në një ajet tjetër, i lartësuari thot, kur libri tu vihet përpara, do t'i shohësh gjëna qartë të friksuar nga shënimet në të, që do të thonë, të mirët ne. Çfarë është ky libër, që nuk ka lënë asnjë vepër, të madhe apo të vogël, pa e shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Kejf 49. Përshkrimet e kësaj dite të madhe dhe të vështirë trondisin çdo zemër dhe friksojnë çdo shpirt. Ato nxisin të mençurit që të përgatiten për takimin me krenarin e plotpushtëshëm, me Allahun e lartësuar. Kështu, ata u largohen harameve që të shpëtojnë frikës së asaj dite trishtuese. Ndërsa në lidhje me këtë sure, disa selefë kanë thënë, kush dëshiron që të shohë ditën e Kiametit sikur ta kishte para syve, le të lexojë dhe meditojë thellë mbi surën e Al-Tekuwi. Dhe betohen në yjet që përndojnë. Betohen për yjet që tërhiqen, që udhtojnë e fshihen, i lartësuari betohet në yjet, të cilët lëvizin në një sistem preciz dhe të mrekullueshëm, të cilët lëvizin dhe zhduken nga shikimi i horizontit. U tefsiru suret Tekuir, ajet 15. Dhe në natën kur bie teri. Për natën kur bie teri dhe për agimin kur zbardh. I lartësuari betohet edhe në këto dy dukuri manitëse dhe të domosdoshme për jetën në tokë. Këto janë shenja shumë të mëdha, të cilat përmenden për një çështje shumë të madhe. I lartësuari betohet në to për të treguar vërtetësinë dhe madhështinë e Kuranit, dhe agimin kur kthien zbardhëllon drita. U tefsiru suret Tekuir, ajet 17. Me të vërtetë, Kurani është fjala e të dërguarit fisnik Xhebrailit. S'ka dyshim se ai, Kurani është fjalë e sjell përmes të dërguarit fisnik. Kurani është një libër shumë i rëndësishëm, i zbritur nga i gjithëmshirshmi nëpërmjet një meleku shumë madhështor, Xhibrilit a.s. Ai është një libër i ruajtur, të cilit shejtani i mallkuar as mund t'i afrohet, siç thotë i madhruari në një ajet tjetër, padyshim, ky Kurani është shpallja e Zotit të botëve. Atë solli shpirti besnik Xhibrilin në zemrën tënde o Muhammed për t'u bërë paralajmërues i gjithë botës, ai e solli me një me gjuhë të kulluar arabe. Shuara 192, 195. Të fuqishëm, të çmuar nga Zoti i Arshit kozmosit. Ai Xhibrili është i fortë dhe me pozitë të lartë e Zotit i Arshit, Allahu i lartësuar e përshkruan Xhibrilin as. Me cilësitë e larta, si emrin, besnik, kerim, i nderuar, dhe kuotin i fortë, që zbaton me përpikmëri çdo uvërtet të plotpushtëshmit. Prej fuqisë së tij të madhe mund të përmendim që ai përmbysi qytetin e popullit të lutit, duke i shkatëruar plotësisht atë. Xhibrili as. Ka pozitën më të lartë pranë Allahut të lartësuar. Padyshim, ai është meleku më i mirë dhe më i nderuar pranë të plotpushtëshmit, të cilën e dëgjojnë engjëjt dhe është i besuar i madh. Ai Xhibrili është i respektuar dhe besnik. Xhibrili është i respektuar mes melekeve dhe atij i dëgjohet urdhri. Ai ka nën komandë ushtri me melek, madje edhe prej melekeve më të afruar të Zotit të lartësuar. Ai është besnik, pra zbatuesi përpik të urdhave të marra nga i gjithë pushteshmi. Ai nuk lëmanget dhe as nuk e tepron me zbatimin e urdhave. Të gjitha këto tregojnë për rëndësinë dhe famën e lartë të Kuranit. Për të sjellë këtë fjalë, madhështori, sunduesi i qiejve dhe i tokës dërgoi këtë melek gjigant. Pas të dërguarit, melek, Allahu i lartësuar përmend edhe të dërguarin, njeri dhe gradën e tij të lartë. E shoku juaj Muhamedi nuk është i marrë. Shoku juaj, Muhamedi nuk është i marrë. Muhamedi asa, nuk është ashtu si e përshkruajnë miqtë e profetëve, të cilët me këto fyrje dhe shpifje ndaj tij, kërkojnë të shuajnë dritën që solli ai me lenet e madhruarit. Përkundrazi, ai është njeriu më i plot në mendjen dhe moralin që i adhuroi Zotit i tij. Ai është me mendim drejti dhe me fjalëmbli. Ai Muhamedi e ka parë qartë Xhibrilin në horizont. Me të vërtetë, ai e pat Xhibrilin në horizontin e qartë lindor. Muhamedi asa e pa Xhibrilin asa, në formën e tij të plotë, ashtu sikurse e ka krijuar Zoti i tij. Ai e patë tek fluturonte në horizontet e largëta. Dhe kur është fjala për shpalljen, ai Muhamedi nuk është dorë shtrënguar nuk e mshehat. Ai Muhamedi kur nuk mund të jetë mbuluesi i së fshehtës,
Ky profet I rëndësishëm nuk mund të jetë fshes apo shtrembëruesi të vërtetës së shpallur nga I gjithë pushteqmi. Ai është besniku I qiejve dhe I tokës, dhe kursesi nuk mund të mendohet se mund të shtojë apo të paksojë gjë prej shpalljes. Profeti Muhamet AS e përcolli plotësisht shpalljen dhe e çoi në vend amanetin e Zotit të tij. Ai ja kuptoi këtë të vërtetë të gjithëve, të pasurve dhe të varfërve, mbretërve dhe sklavërve, burrave dhe grave, të qytetëruarve dhe nomadëve. Ai u dërgua mes një populli të paditur në skajet e ignorancës dhe nuk u largua nga kjo botë, derisa ata u shndëruan në dietar dhe edukator të njerëzimit. Ata u bën udhëheqës dhe mësues të së mires në botë. Bota nuk mundi të jetë më shumë se nxënës para popullit që edukoi ky profet I mëshirës dhe I mirësisë. Pasi lëvdoi me cilësitë më të larta të dy të dërguarit e tij, njëri melek dhe tjetri njeri, dhe pasi tregoi gradën e lartë të Kuranit, Allahu I lartësuar mohon çdo mangësi apo shpifje ndaj kësaj shpallje të sigurt. I lartësuari thotë: "Dhe Kurani nuk është fjalë e djallit të mallkuar." Dhe ai: "Kurani nuk është fjalë e shejtanit të mallkuar, ky libër nuk mund të jetë kurse si fjalë e të mallkuarit. Madje, I mallkuari as që mund ta duroj këtë fjalë të madhe plot dritë dhe jetë. Ky është një mendim shumë I largët, që as duhet llogaritur fare. Ka po jam bani me këto mendime? Prandaj, ku po shkoni? Pe çuditse se është e mundur që t'ju shkoj kjo ndërmend? Pe çuditse se mund të gjykoni në këtë mënyrë? Pe çuditse se mund ta quani të vërtetën e sigurt nga Zoti I gjithësisë një gënjeshtër të trilluar nga shejtani I mallkuar? Pe çuditse a nuk është ky një shtrëmbërim I paturshëm I të vërtetës dhe realitetit? Pe çuditse mësojeni dhe mbajeni mend mirë se kjo është shpallja e Atij që ka në dorë pushtetin e qiejve dhe të tokës. Kujtoni që në gjësinë e krijuar prej Tij nuk ndodh asgjë pa lejen dhe vullnetin e Tij. Është vetë Ai që e ruan shpalljen e Tij të paprekshme dhe të pastër, ashtu si Ai dëshiron. Ai Kurani është vetëm këshill për tërë botën njerëzit. Ai Kurani është vetë këshill për njerëzit, Kurani është këshill dhe mesem për botët. Nëpërmjet Tij, bota njeh krijuesin dhe sunduesin e saj me emrat e Tij të bukur, me cilësitë e Tij të larta dhe veprat e Tij të urta dhe plot mirësi e mëshirë. Nëpërmjet Tij, njerëzit njohin Zotin, të adhuruarin e tyre të pastër dhe të lartësuar nga çdo emet. Në Kurani, ata mësojnë si të adhurojnë dhe të madhrojnë Allahun e lartësuar, duke zbatuar urdhrat e Tij. Kurani është drita, udhëzimi, mëshira dhe shërimi I tyre. Ai është udhëfysi për të arritur mirësitë e dynjas dhe të ahiretit dhe për të shpëtuar nga e keqja në dynja dhe ahiret. Ai është rruga drejt lumturisë në të dyja botët, rruga drejt xhenetit të përjetësisë pranë Zotit të gjithësisë. Për ata nga ju që duan rrugën e vërtetë. Për këto prej jush që dëshiron të përqendrohet. Kjo ftesë është e vlefshme për të gjithë ata që dëshirojnë vërtet të mirën dhe lumturinë e tyre. Pas sqarimit të vërtetës nga e kota, të gjithë janë të barabartë në mundësinë për ta përqafuar atë, por kjo duhet që të kërkohet prej Allahut të lartësuar. Çdo kush që e kërkon udhëzimin prej bujarit të gjithëmshirshëm, do ta arrijë atë. Lësimi është dhuratë e Allahut të lartësuar dhe vetëm Ai mund të udhëzojë tek e vërteta. Për këtë arsye, shpallja dhe I dërguari I Allahut duhen trajtuar me respektin dhe dashuri të madhe, nëse duam që Ai të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Me te, I madhruari thotë: "E ju nuk mund të dëshironi të drejtën, përveç atëherë kur dëshiron Perëndia, Zoti I gjithë botërave. Po ju nuk mundeni të dëshironi pa dëshiruar Allahu, Zoti I botëve. Dijeni se çfarë dëshiron Ai do të ndodhë patjetër dhe askush nuk mund të pengojë dëshirën e Tij. Allahu është I urtë, I gjithditur dhe e vendos çdo gjë në vendin e vet. Ai udhëzon në rrugën e drejtë atë që e meriton udhëzimin dhe e lën në humbje atë që, me shpërfilljen e shpalljes së Tij, e meriton humbjen. Ky ajet dhe të tjerë të ngjashëm me të janë argumentet më të mira kundër xhebrive dhe kaderive të cilët ose e zhveshin robën nga çdo lloj përgjegjësie dhe mundësie veprimi, ose japin atij pavarësi, mundësi dhe fushë veprimi absolute, të pavarur prej dëshirës dhe vullnetit suprem të Allahut të madhëruar.